محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet të takojnë Allahut të madhruar, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb, dhe atë që Allahu e lën në humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, ditët që kalojnë e bëjnë ndryshimin padyshim. Dje ishim në Ramazan, sot nuk jemi, e përcallëm një musafir me i thonë, i cili sigurisht që na ka sjellë shumë begati, shumë mirësi, shumë mundësi, edhe ato mundësi, ata që i kanë shfrytzu padyshim që janë fatlum, për arsye se ato janë kanë mundësi për me e fitu kënaqësinë e Allahut fuqiplot, me e fitu shpërblimin e tij, mbi të gjitha me e fitu dashurinë e tij. Ndërsa ne si besimtar padyshim që e kemi edhe duhet ta kemi breng se si fitohet dashuria e Allahut fuqiplot. Kan e don Allahu, çka don Allahu. Dhe nëse ndalemi edhe i shohim veprat që Allah i ka përshkruar në Kur'an se i don, kemi me e pa se Allah e don devotshmërinë. E devotshmëria është ajo pikërisht ajo gjendja të cilën Allah i madhruar ka synu që ne ta arrijmë nëpërmjet agjërimit. Allahu i don ato vepra të cilat i ka kërkuar prej neve. Në një hadith kudsi, në një fjalë të Allahut që e transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në formë të hadithit, pra jo të Kur'anit, qëndron se Allahu i madhruar thot, nuk ka mundësi robi im të më afrohet mua me ndonjë vepër të cilën unë e du ma tepër se sa atë vepër cilën e kam kërkuar në mënyrë të prerë prej tij. Pra s'mundet robi miu afro Allahut fuqiplot me diçka të cilën Allahu e don më shumë se sa farzet, kryerjen e farzeve. Agjërimin e Ramazanit e patëm është i prej farzeve, një prej shtyllave të Islamit. Njeriu mundet me agjëru edhe jashtë Ramazanit. Agjërim nafile, vullnetar, po agjërimin farz, atë obligative, Allah i madhruar e don më shumë. Mundesh me fal namaz gjithë natën e gjithë ditën, po farzet Allahu i don më tepër. Edhe këtë na duhet me e kuptu për arsye se jeta, nuk po du me thonë është e shkurtë apo e gjatë, po jeta duke qenë se është atë shpejt kalon, gati edhe nuk e kemi shumë luksin me këshyr pi fundit listës që ka donë Allahu, po do të me këshyr prej kreut të listës edhe me e kuptu se Allahu në radhë të par i donë farzet. S'ka asë një vepër që ne e bojmë për Zotin, e që Zotin e donë ma shumë, se sa atë që Allahu e ka kërku prej neve, a me atë që Allahu na ka obligu. E pastaj vazhdon Allahu me na tregu që njeriu nuk ndalon në një nivel. Farzet janë niveli bazik, edhe pa to zbohet, pa themel asnjë ndërtesë nuk qëndron. Mirë po, njeriu vazhdon të ngritet edhe me vepra tjera, me vepra vullnetare, dhe Allahu vazhdon duke thonë, duke na tregu neve, kur thot, nuk më afrohet robi me diçka që e du ma shumë se sa atë që ja kam obligu, dhe robi vazhdon të më afrohet mua me vepra vullnetare, hap pas hapi, derisa të mrin në një nivel. Ai nivel është nivel, s'ka nivel më të mirë, derisa unë ta dua atë. Allahu e don robin e vet. Pra, i kryen farzet, e qet një themel të mirë dhe të qëndrueshëm, vazhdon pastaj me vepra plotësuese derisa ta arrin dashurinë e Allahut, e kur e arrin dashurinë e Allahut, pastaj Allahu e ban, e krijon një lidhje të veçantë me atë rob të vetin, thot Allahu, pastaj unë bëhem syni i tij me të cilin sheh dhe veshi i tij me të cilin dëgjon, unë bëhem dora e tij me të cilën punon dhe komba e tij me të cilën ec, nëse më lyp diçka gjithsesi do t'i jap. Nëse kërkon mbrojtje gjithsesi do ta mbroj, e nëse kërkon falje do t'ia fal gjunat. Funi funit, a ka diçka ma me nder edhe ma me privilegj se sa robi me qenë në atë nivel që çka t'i lyp Zotit, Zoti me i dham.
Lyp diçka, Allahu i jep. Kërkon mbrojtje, Allahu e mbron, ja ofron mbrojtje. Kërkon falje, Allahu i jep faljen. Nuk ka diçka më të mirë se kjo. Andaj ne nëpërmjet Ramazanit, po pastaj edhe nëpërmjet këtyre ditëve që na kanë mbetë në jetë, duhet të synojmë që të arrijmë pikërisht këtë dashuri të Allahut fuqiplot, duke i rendit veprat simbas peshës që e kanë, edhe simbas vlerës që e kanë. Në radhë të parë farzet, e pastaj ato tjera që ka të mundemi me mri, e nëse Allah i madhëruar na udhëzon në këtë, padyshim që e kemi arrit lumturinë edhe të kësaj bote, edhe të botës së përtejme. E them këtë që dëgjuat dhe kërkoj falje për Allahut për vetë edhe për ju, andaj ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Elhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Prap mbetet synimi ynë kryesor dashuria e Allahut fuqiplot. Qysh Allahu me na dasht. E për me ditë qysh Allahu me na dasht, na këshyrëm cilat vepra Allahu i don mas tepër me, dhe këtu prap do të me boni takim me një fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për arsye se na vyn, na duhet pikërisht në çat kohën cilën jemi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall. Më e dashura prej të gjitha veprave tek Allahu fuqiplot është ajo e cila është e vazhdueshme edhe nëse është pak. Tash s'po flasim për nivelet obligative, borxh ose plotësuese vullnetare, po flasim për në esencë cilësinë e veprave, për një formulë e cila duhet me na shoqëruar jetën tonë. Dhe pikërisht këtë formulë po na e jep, po na e ofron pejgamberi alayhi salatu wasalam kur thot Allahu prej të gjitha veprave i don ato që janë të vazhdueshme, e në këtë rast sasia nuk ka rëndësi. Thot edhe nëse janë pak. Pra mundet me ka një intensiteti, neve na duket e thjesht, po kontinuiteti dhe vazhdimësia është ajo të cilën Allah i madhruar e don edhe e kërkon. Andaj edhe ky është një udhërrëfim për neve shumë i nevojshëm. Dhe nëse arrim me e përvetësu, padyshim që kena mja pa hajrin edhe në këtë botë edhe në botën e përtejme, Allahu na e mundsoft. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نخره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.